në përgjithësi këshillën të cilën nuk e pëlqen ta ndëgjosh, ajo është këshilla për të cilën ke nevojë më së shumti për të. Keni vrejt që nga njëherë egoja e njeriut, pa formësimi i tij dhe cytjet e shejtanit e bëjnë shpesh njeriun mos me i ndëgju disa këshilla, mos me shku aty ku promovohen vlerat, mos me u shoqëru me njerëz kredibil e familjar. Ama ne do ta dim se bash atë këshill që nuk po don vetvetja jonë me ndëgju, bash ajo është e nevojshme e cila është duke të mungu ty, mu apo ata të tjerët. Andaj mos e neglizho veten nga këshillat e hajrit, sepse do të na i rregulloj një fjalë, një shkëndi, mjafton për më na i rregullu jetën tonë, dynjan tonë, të ardhmen tonë edhe ahiretin tonë. Andaj nga ky parim ne edhe po vazhdojmë të këshillojmë gjithmonë, mos pari vetveten, familjen dhe shoqërinë në përgjithësi. Të dashurit e mi, njëri nga ulemat e këtij dinit islam thot, kush u angushton dynjan njerëzve, u a kanë ngushtuar edhe ahiretin e tyre. Ne jemi duke jetu në këtë kohë kur po mundohet i madh dhe i vogël me qenë sa ma strikt për këtë din të Zotit, sa ma ngurt, sa ma ekstrem, sa ma i ashpër, gjithmonë duke mendu se duke qenë i ktill të je njeri drejt, këmbgolës, bindës, dhe nga njëherë ja merr mendja dikujt se është gardiani kryesor i Islamit me veprimet e këtilla. Jo, dashurit e mi, Zoti ati qofsh mi fal vet, ka thonë lehtani, e mos vështërsani. Lehtani, e mos vështërsani. Sidomos në këtë kohën që jemi duke jetu ne, shumë duhet të lexojmë, shumë duhet jemi në trend me ulemat e ndritshëm bashkohor, shumë duhet jemi në trend me fetfat bashkohore, për ta shiju jetën, për ta jetu jetën, për ta ndërtu jetën, sepse Islami i përgjigjet çdo kohës, çdo vendit, çdo mentalitetit dhe çdo sistemit që mund të vjen. Andaj shumë me qenë në trend me ulemat bashkohor dhe të njëjtën kohë me fetfat bashkohore. Sepse varfërimi i qëllimshëm i njerëzve është thirrje për prishjen e moralit të tyre. Varfërimi i qëllimshëm. Me qëllim dikush don më të varfënu nga përparimi. Me qëllim dikush don më të varfënu nga idetë pozitive. Me qëllim dikush don më të varfënu nga avancimi. Dikush me qëllim don më të lënë të varfër për mos me i shoqëru ulemat e ndritshëm dhe për mos me i marr fetfat bashkohore. Dikush me qëllim. Kjo është vetëm një thirrje në prishjen e moralit. Përhapja e imoralitetit, paksim i fesë dhe moralit të keq. Kur ndalon njerëzit mos u shoqëro me këtë, mos e ndëgjo këtë, mos shko në këtë mexhlis, mos e ndëgjo këtë hoç se është i devijum, mos e lexo këtë libër se të çon në xhenem, mos e bën këtë, kanë më të ngushtu rrethin dhe ka me u bë shkaktar ndoshta kjo për shoqërimin e njerëzve të tjerë, të cilët ndoshta nuk janë kredibil dhe kanë me paksu moralin, sjelljen dhe
njohurit e pastërta për fenë. Të dashurit e mi, sikur muslimanët të punonin me edukatën e Kur'anit të tyre, thot njëri prej ulemave, e që dashurit e mi këtë edukat kuranore për çdo ditë edhe nga vetë fetarët jemi duke zbe. Jemi duke zbe. Sot, po është vështirë me i thonë dikujna se unë jam fetar. Dikush po e ka shumë vështirë se unë i kam parimet familjare, fetare dhe kombëtare. Dikush nuk po dëshiron me identifiku vetë vetën me diçka që është fetare. Dhe i shen nga njëherë sikur që ikin me qëllim apo pa qëllim. Kjo flet për një mangësi të madhe të formimit të tyre, imanor, intelektual, shpirtëror të tyre. Andaj, sikur muslimanët të punonin me edukatën e Kur'anit, do të kishin tërheqën vëmendjen në mënyrë të mrekullueshme. Besoni, sikur të ecëshin, të folshin, të visheshin, të punojshin, të tregojshin disiplinë, termin, korrektësi, pastërti, punë, angazhim, të tjerëve kish me u tërheq vëmendjen. Kamerat e të tjerëve kishin me qenë të kthyer nga ky person, nga ky djalë apo nga kjo vajzë. Më shumë se sa kishin me bë punë 1.000 organizata, 1.000 ligjërime dhe 1.000 libra t'i lexojshin ata të tjerët. 1.000 organizata me ngrit, me paraqit islamin, 1.000 ligjërus më të mirë, të ngriteshin edhe ta spjegojshin islamin, dhe 1.000 libra t'i lexojshin masa, nuk e kanë atë vlerë, atë pesh, sa kishe me pas te dhe one në paraqitjet e tona, në dukjen tonë, në sjelljet e tona, në organizimin e jetës tonë, cilën e bëjmë si individ, si familje dhe si rreth dhe si shoqëri. Kjo është imediate që kërkohet sot, dashurit e mi. Kjo na u duhet dhe për këtë lodhemi, për këtë mundohemi në maksimum me jasqaru të rive dhe të rejave në këtë kohën moderne që te dhe unë duhet të bëhesh një pasqyrë e ndritshme para se të lexosh, para se të mirësh, do thot, me diç tjetër. Të dashurit e mi, këshilla e tretë e radhës e kësaj xumaje është thjeshtësi. Sa më shumë thjeshtësi. Thjeshtësia nuk të zhburnon. Thjeshtësia nuk ta humb kredibilitetin tënd. Thjeshtësia nuk ta humb autoritetin tënd. Thjeshtësia nuk ta humb pozitën tënde. Thjeshtësia vetëm çka ta ngrit personalitetin tënd, vetëm çka jep shije jetës tënde, vetëm se çka të ngrit. Dhe për këtë arsye, thjeshtësia është praktika e islamit në çdo gjë. Në çdo gjë është praktika e islamit thjeshtësia. Kur mos e merr thjeshtësinë dobësi. Thjeshtësia është forca më e madhe. Mirë, po sot në kohën që po jetojmë, me u tregu i thjesht, modest, ndoshta dikush ta merr për dobësi. Mirë, pa i dikush të dobtit. Të dobtit. Ata që e kanë armën kryesore me ndjemadhësien, ngritjen e zërit,
dukjen, paraqitjen, ne dhe askush tjetër. Kjo është arma e të doptëve. Të thjeshtit nuk e përdorin këtë dopt, se të thjeshtit janë të fort, janë të formum. Andaj thjeshtësia është praktika e islamit në çdo gjë, të dashurit e mi. Nëse don ta gjesh islamin të dikush, shiqoje a e ka thjeshtësien, a e ka butësien. Islami është tek ai. E radhës, problemi është se ata që kemi zgjedhur për të zgjidhur problemet, shpesh po na bëhen vetë problemi. Ndoshta në biznesin ton kemi zgjedh dikënd për më na zgjidh problemet e biznesit. Shpesh na del se që ky përzgjedhësi është vetë problemi. Ndoshta kemi zgjedh në për institucionet e tona, persona për më na zgjidh problemin. Shpesh po na dalin se ata vetë janë problemi. Ndoshta kemi zgjedh njerëz që më na sqaru fejen ashtu qysh dohet. Shpesh dalin se këta vetë janë problemi. Dashurit e mi, me mundur me ba një përzgjedhje më të mirë, për më na zgjidh neve problemet, kishte me qenë përzgjedhja më e mirë. Po për të përzgjedh dikënd ka kushte. Vetë duhet të jesh i përzgjedhur, vetë duhet të jesh i veçantë, vetë duhet të jesh dikush që të ka përzgjedh me kritere, për me u bë ti ai autoriteti për ta përzgjedh dikënd. Shpesh ndodh përzgjedhja nga njerëzit që nuk kanë asnjë kriter, e bëhen faktor për t'i përzgjedh të tjerët, dhe për këtë arsye e kemi gjendjen jo normale dhe jo të rregullt dhe jo do të thotë në gjendje të mirë. Andaj, më me rëndësi është të sillesh si njeri, si musliman, se sa të dukesh i tillë. Shpesh shumë po duken si musliman të mirë, po duken si njerëz familjar të mirë, po duken si adhëtar të mirë. Mirë, po realiteti është vetëm në dukje, e rëndësishmja është me u sjellë si i tillë. Nëse tregon që dukesh i fetar, dush mi pas edhe sjelljet fetare. Dush mi pas edhe sjelljet fetare. E shpesh do thot po na rastis që nga të tjerët, jo fetarët, thot, hoq, unë kam pasi mëtë shumë të madh se kam punë me filan fetarin. Shumë kam pasi mëtë të madh, që shumë let kam e zgjidh këtë problematik. Që kam e kry punën në formën më të mirë të mundshme. Hoq, më dole kundërta. Bash me këtë jam të pas problemin më të madh. Për Zotin e lom lëndohemi shpesh nga fjalimet dhe nga këto bisedat që i marrmi të shpeshta. Lëndohemi shumë, e kemi dëshirë që me pas fetarin një shembulltyr që me u kanë pikë reference dhe çdo kush që ka punë me të, me kalu lehtë dhe aja të bised me shpërnda dhe më adhonën shembull edhe të tjerëve që ky person do të duhet të pasohet. Të dashurit e mi, njeriu modern dit gjitha e më shumë për mjetët, por gjithnjë më pak po din për qëllimet. Njeriu modern di gjithnjë më shumë për shumë mjete. Mirë po pak po din për qëllimet. O dashurit e mi, ta keni parasysh qëllimi cili është. Cili është qëllimi i kësaj fjale, i këtij muhabeti, i kësaj pune, i këtij veprimi, cili është qëllimi?
se Allahu ka më na shpërbly në bazë njetëve qëllimit, jo vetëm në bazë një mjetit apo një performance që mund të lavdron, do thot dikush. Edhe fetaria moderne flet gjithnjë më shumë për teknika, për rregulla. Për çdo ditë, rregull këtë, rregull këtë. Për çdo ditë flet për formën, ndërsa gjithnjë më pak ashtu fol për thelbin dhe për qëllimin. Allah, kjo shumë është e thellë të dashurit e mi. Shumë është e thellë me fol për thelbin, për qëllimin, sesa për formën, për teknikat edhe për rregullat. Dikush është fol me rregulla, me teknika, po thelbi është duke i mungu dhe qëllimi është duke i mungu. Andaj i gjumaja sot është me marrë këtë shembull dhe këtë mesazh. Sa ma shumë qëllimit dhe thelbit me ju rrok. Në moment që ta kuptojmë qëllimin dhe thelbin, duhemi me mësu edhe rregullat. Edhe rregullat do të thotë duhemi me mësuan. Dhe krejt për fund këtyre minutazhave që na kanë mbet, edhe 10 minuta, ndoshta me nda me juve një 5 thirrje kuranore që i madhi Allah Dhul Gjalal në kaptinën Araf, në ajetin me numër 26, 27, 31 dhe 35 e jep. Dhe zatën këtë surën Araf u a këshilloj minjarë mas gjumas me lexuan. O bart mesazhe gjigante për jetën tonë cilën jemi duke kalu këtë ditë. Janë 5 thirrje që fillojnë me o bite Ademit. Na të gjithë jemi bite Hazreti Ademit alayhi salatu wassalam. Kjo e bën këtë sure qendër të thirrjes, sepse ajo paraqet skenën e njeriut pas daljes prej xhenetit. Në moment që ka dal Hazreti Ademi alayhis salam nga xheneti, këto janë këto 5 thirrje. Dhe janë këto thirrje për atë që çka kanë me ndjek këtë njeri tash mas i dul prej xhenetit. Provën të kësore me përmosa shoqërore dhe fetare. Na e kena problemin masi dalmi. Sa t'jemi jemi mirë. Na e kemi problemin masi dalmi. E masi dalmi fillon gjithë shka. Namazi, a di kur fillon? Jo me tekbir. Namazi fillon masi t'jap me selam. Mesazhi i namazit. Unë edhe ti që jemi sot në xhami, mesazhin kur e japmi? Masi dalmi për xhamisë. Unë edhe ti sa jemi në shtëpi, mesazhin kur e japmi për familje? Masi dalmi për familjes. Unë edhe ti që jemi mësimdhënësa na për shkolla apo universitet apo dikon, mesazhin kur e japmi? Masi dalmi për atyt. Dhe mesazhi jipet pasi që ta kryjm punën, dalëm, aty jipet mesazhi. Dikush po mendon se unë jam fetar sa jam në xhami, që to mashallah elhamdulillah që i plotson këtë kushtet për kurban. O leje këtë punë, o dashurit e mi. Mesazhi jipet masi dalmi për xhamisë. Ai kjo thirrje fillon e para, thirrja e parë. Veshja dhe mbulimi. Ka dalë për xhenetit, deshe ka qitë Zoti. Zhveshën. O bita Ademit, ne ju kemi zbritur veshje për t'ju mbulu pjesët e turpshme dhe stolidh për zbukurim, për veshja devotshmërisë është veshja më e mirë. Këtu mas pari flet për një etikë të veshjes, si burrat, si gratë. Shpesh fetarët janë duke ngre gishtin apo drejtu gishtin vetëm nga gjinia femrore. O burrat, ktheni gishtin edhe nga vetvetja shpesh. E shini që një veshje e meshkujve nuk përkon as me veshje familjare, as kombëtare, as fetare. E shpesh
ndoshta del edhe krejt prej njerëzorës. Veshja nuk është në rregull, jo vetëm te gjinia femrore, nuk është në rregull edhe te meshkujt. Edhe te meshkujt. O burr, shkova një ditë me një të pame, 76 vjeçari. Ishte vesh me një po rroba, s'po du me i përmenë se çfarë, se robë kryesorja, mirë, po këtu zëra kish kësy për 30 kate drejtën ta kish ra, se s'ka mundësi me vesh qash gusht. E para, e dyta, krejt shkyme, si kur këta kullerat e këtë nërshmet, krejt shkyme, falë, marhaba hoq, ka i keni halët, qysh i keni punët me, kadave, si kemi këtë tradit na, si kamp, si familje, vishu pak ma njerëzore, be? Ma njerëzore. Këto fletë për veshjen, që do të flasmi për se cilën gjumon nga nja. Mirë, po e dyta, thot, veshja devotshmëris është veshja më e mirë. A, dashurit e mi, kush vesh vetë vetën me robën e devotshmëris, e ka vesh me robën më të mirë. Devotshmëria është imani, besimi, sjellja, buzëqeshja, fjala e mirë, puna e mirë, veprimtaria e mirë, namazi i mirë, sadaka e mirë dhe gjitha këto gjëra do të tjera. Kjo është do thotë rroba e devotshmërisë. Kjo është thirrje e formimit civilizues pas ardhjes së njeriut në këtë botë. Veshja është simbol i dinitetit dhe organizim shoqëror, duke treguar nevojën për mbulimin e trupit fizik dhe moralit njëkohësisht, e para. E dyta, thirrja e dytë, paralajmërim nga provat e shejtanit. E ka paralajmëruar tash Hazreti Ademin, a? E paralajmëron edhe njeriu në moment që të hish, ta përmirësosh veten, don t'i mbrojsh parimet, ta formosh një familje të mirë, ta bëjsh një organizatë të mirë, një biznes të mirë, një punë të mirë. Priti kundërshtimet. Priti sprovat që as shejtani nuk i menon këto sprova. Nuk do të më dopsu, nuk do të më të zbraps, do të më të forcu, do është me alo energjit me ishtu, dush me vëz motora shtes, do thot për me ecë. O Allah më banë anket kondra muhe, e lash. Jo më ti i doptje. Nuk do është me lanën, madame jenë të vërtetën, kur edhe nëse antori familjes, nona, baba, gruja, fëmija, nuk janë me tyje, kur mos heq dorë prej vlerës, prej besimit, prej moralit, edhe prej etikës. O bita Ademit, mos t'ju mashtroj shejtani, ashtu siç i nxorri nga xheneti prindrit e juj. Hazreti Ademin, Hazreti Havën, në xhenet janë konë, më bu të knaq. Mirë po, në bënë një veprim. E nxerri Zoti Dhul Xhelal, do thot prej xhenetit. Këtu fillon paralajmërimi nga një armik historik i njeriut që ndërlidhet me zbulesën e trupit. Do me thënë, me humbjen e ndjenjes së turpit dhe mbulimit. Një nga hyrjet më të rrezikshme të shejtanit në shkatrimin e njeriut dhe të shoqërisë është kur njeriu e zhvesh vetën nga petku i moralit, i sjelljes, i edukatës, i qytetarisë, i dashamirësisë, i njerëzillakut, kur ta zhvesh njeriu, këto është miniherë depërton shejtani. Vjen me shpejtësi, vjen me plan rregullus, vjen me një plan të lehtë, vjen me do të mira që ti hap rrugt, po që kjo mërë ko ka konë haki, çka më keni ba mua deri tash. Pse? E ka hjekë robën dashurit e mi. Thirrja tretë, zbukurimi dhe adhurimi. O bita Ademit, merrni zbukurimin tuaj pran çdo vendi adhurimi. Sa herë kur të shkojsh në xhami, sa herë kur të ngritesh me fal namaz, vesho bukur, pastrohu, parfumoso, zgjidhe se gjodën më të mirë,
vendin e dhomës, shtëpis apo zyrës, ma të mirën, xhamin ma të pastër, bile me një xhami ku nuk ka pastërti, në rizot Zotit mos shkoni për zdyti. Bash, me lonën. Për çka? Rabbul Aleminit jam të iron sejde. Allahu Akbar. Dush më koni përgaditur, shpirtëresh, psiqikisht. E keni vrejt kur t'jesh afër dikuj që ka një aromë të bukur, një pastërti. Ti me të gjitha ndjenjat përkushtohesh. Ashtë kështu? Kur je afër dikujt apo me një vend jo të pastër, qysh më kry ma shpejt, bre. Natyra njerët, kështu për në ka kriju Zoti të pastër, i pastërti. Në ka kriju të pastër, në ka thonë me nejtë vetëm vendet të pastërta. Me shku, kur ngriteni për namaz, pastër, o burra, o njerës, o vllazën të mi, pastër amoni ju koft, se njerëzit presin për mes pamjes e të përcjellin për mes mendjes. Sa ma shumë pastërti doshurit e mi. Nuk është normale një fetar mos mi la dham 2 herë në ditë. Nuk është normale. Absolutisht. Pastër doshurit e mi. Vallahi të tjerët kanë më najbo me gesht, edhe kanë më naj pranu vlerat e tona që i paraqesim veç kur të regumi të pastërt. Pastërt. Këtu kalohet nga veshja individuale të zbukurimi shoqëror në vendet bashkimit. Ka njerë ti më nësh me najtë o burë në shpe, ma thjesht, me ato roba, ama kur dalsh para kamerës, kur dalsh në publik, kur dalsh të përzijesh me njerëz, këshëru pak në pasqyre, këshëru joka të qyshe ke, këshëru qka ke veshën, kja qanë pesh shumë. Fjala xhami mesxhid nënkupton çdo vend adhurimi apo tubimi. Nuk ka shtarë pas ka thonë Zoti me shku veç në xhami mirë. O burra, kur shkosh në komunë, edhe kur shkosh në ministri, edhe kur shkosh në shkollë. Veshë më mirë. Pasha Zotin e lëm, kur të shkoj në shkollë ka njerë, kur ti pash do mësuse, si kur mu pas qunë 3 natës, me pas kapë i kush për shpejt e me prunë shkollë. Qashtu, asë se di ku e ka kryet, asë flakt, a ka mësi pak me shiqu vetën pasqyre. Biloni si gjeraj këta drejtërt, edhe një pasqyre me qitë edhe aty, edhe hoxha që ka qitë këtu të xhamia, edhe të shkolla, para se me i. Pa vetën pak, ku je të shku? Sepse printe tona thojnë, kur e kina po mësusin na, hala e moj men mësusin. Për çka? Për veshjen, për pedantrien, për pastërtien. Modeli e mu konë mësusi. Pse? Kur nuk e kina po? Sot vjena i kulleri kështu me farmerka dhe në gjysë këto, dbelet vjen më të dhonë mësim. Min një herë ati, në orën e parë du të mi thonë dil jashtë. Min një herë. I kam shu krejt valloj dhe i du mas shumë ti. Për këta për japë këtë këshilë. Edhe këshilën e 4 dhe të 5 po e lajmë për në gjumane ardhshme. Inshallah Allah na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi rabbi.